Ju kishte shkuar në mendje që një pipzë që mund të rrezikonte jetën tuaj? Përfundoi në intensiv për shkak të një pizze qelqi. Po, është e vërtet. Ky djali këtu mund të futeni ta shikoni në profilin e tij. Ka kaluar ditët më të vështira të jetës së tij dhe mund ta kishte humbur jetën përfundimisht për shkak të një pipze qelqi. Kështu që ndiqe videon deri në fund. Çfarë ka ndodhur? Ai ka qenë duke pirë, normalisht nuk mund të shkoj mendja që nëpërmjet një pipse mund të përfundosh në intensiv dhe ka gëlltitur pjesën e fundme e cila është thyer gjatë pijes dhe ka shkaktuar hemorragji të brendshme. Ai ka kaluar në intensiv, ka pas humbje të tmeshme gjaku, por fatmirësisht ka shpëtuar. Kështu që kujdes, largojeni sepse mund të përdorë çdo pjesëtar i familjes tuaj dhe nuk e di rrezikshmërinë që këto kanë. Dhe ajo çfarë do të thosha është përveç këtyre janë edhe gotat e qelqi, po a vendos këto në foto, që janë doppio. E njëjta gjë i ndodhi burrit tim, por fal Zotit, ai e kuptoi direkt që ishte shkëputur pjesa poshtë, sepse nuk duke qenë se janë doppio xham dhe e dalloi direkt. Imagjinoni pak se çfarë mund të kishte ndodhur. Kështu që do t'ju lutesha shumë për të shpëtuar jetën tuaj dhe jetën e familjarëve të tu. Hiqini nga ambientet e shtëpisë. Mos i përdorni më këto. Janë tepër të rrezikshme. Kjo është e fundit në shtëpinë time. Unë të tjerat i kam hedhur. Kjo ka ngelur. Kjo ishte vetëm sa për t'ua treguar juve. Por jo se do përdoret. Do hidhet poshtë. Shkruani edhe ju në komente çfarë mendoni. A keni të tilla pizza në shtëpi?